cilat jetojnë, domethënë jetojnë veç me natyrën, domethënë pa ushqime të sigurume, pa ujë, edhe pa streh, pa shtëpi. Prej botës, pavarësisht që jetojnë që ato kushte të vështira. Domethënë edhe në aspektin e pastërtisë, që për shembull te na është mangësi e madhe në zakonisht në familjet e varfra, e shes që edhe në niveli i pastërtisë, edukatës është i ulët, domethënë atje nuk dukej. Që ajo vedije ulët. Peshkun jo më adhuru peshkun. Lavdim Gashi nga Islamic Relief Kosova, mirë se erdhe. Mirë se u gjatëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që ju keni përgjigj ftesës. Unë e bëna një hyrje shumë të shpejt për faktin që ju keni qenë në RTI edhe në emisionet kalune dhe keni domethënë eksperiencat e Islamic Reliefit, angazhimin, punën, po në këtë rast kom pas domethënë dëshirë edhe mendoj që ju më qeni i ftuar për një eksperiencë shumë specifike që e keni pas së fundmi në Kenja të Afrikës, ku unë i kom përcjell aktivitetet e juja gjatë asaj jave sa keni qenë atje dhe më ka bu shumë përshtypje gjendja edhe ajo që ju e keni shfaqur në rrjetet e juja sociale. A mundeni me ndo pak a shumë që të eksperiencë, çka ju ka dërguar atje realisht, për çka keni shku? Po, njëherë faleminderit për ftesën. Po vizita ime në Kenja ka qenë e veçantë edhe për mua, po edhe për organizatën të cilës i përkas. Islamic Relief është një organizatë globale, domethënë që ka zyre mbi 40 shtete nëpër botë, ka zyre në shtete që janë të pasura, ku bëhet grumbullim i donacioneve, të cilat pastaj implementohen në shtetet ku ka zyre që janë shtete të varfra, që është në këtë rast shteti i Kenjas, e që jemi edhe Kosova e Shqipëria që 25 vite të mbështetura. Islamic Relief ka realizuar disa projekte në shtetin e varfër të Kenjas, edhe arsyeja e vizitës tonë ka qenë me shku, me i vizitu, me i po ato projekte, po njëkohësisht edhe me kriju idenë se çka ata si komunitet, si popull ka nevojë edhe çka ne mundemi me bë për ta. Unë kam qenë pjesë e një ekipe që kanë qenë dikon prej 7 ose 8 zyre të Islamic Relief të shteteve të ndryshme, Tunis, prej Anglisë, Spanjës, Turqisë, ka qenë në Shqipëria edhe faktikisht në emër të zyrës së Shqipërisë kam qenë pjesëmarrës atje. Eksperienca ka qenë e veçantë. E që përthu edhe ti që unë i kom shfaq pak a shumë situatën gjendjen atje. Pak a shumë. Ajo është minimumi i asajna çka e kom po dhe çka e kom përjetu personalisht. Kur po thu pak a shumë, na mandej ndërkohë kemi me i pa disa fotografi, domethënë cilat ju i keni nda me ne, por realisht kanë qenë pamje që, okej, na e dim që Afrika ka gjendje të tillë, po me pa prej dikujt tonit, që e dim që është e prek që atë realitet, realisht shumë e dhimbshme, njerëz domethënë që jetojnë si tenda, në kushte të mjerueshme, tash çush funksionoi ka atje, për mënoj dita, a ka pas shkolla, a ka pas qendra mjekësisë familjare? Po, dallojshin edhe niveli ose gjendja e vështirësisë që e përjetojshin si komunitet, si popull, kish dallime edhe mes tyre. Shembull, nëse e përshkruaj gjendjen e kryeqytetit të Kenjas, u konë ndoshta si Kosova para 20 viteve. Mirë po, udhëtimin që ne kemi bo prej kryeqytetit të Kenjas, prej Nairobit, ka qenë me aeroplan dikon 1 orë e gjysmë rrugë, e pastaj edhe dikon 700-800 km kemi hyrë në thellësi të fshatrave të varfra të Kenjas, që mas 100 kilometrave kemi has në njerëz të cilët jetojnë. Domethënë jetojnë veç me natyrën, domethënë pa ushqime të sigurume, pa ujë, edhe pa streh, pa shtëpi. Në çka kanë qenë të jetu, domethënë prej drënjeve, prej thuprave që i kanë thurë për tek ne në të kaluamën muret, domethënë me qasi drënj, domethënë të improvizume, në çato kushte kanë jetu, që do ta shohim ndoshta njërin prej fotove që veç e prezanton gjendjen në cilën jetonin. Përballeshin domethënë me realitet, për mbijetesë, vështirësitë të paspjegueshme se si arrin me mbijetu. Do në kjo shihej edhe në shëndetin e tyre. Do me thonë prej detajeve të tjera që për shembull kur s'kan energji elektrike, po.
për shembull as kohën nuk kanë mjete për motjet kohës, do të çka kanë avancu në disa komunitete është që përmes paneleve solare kanë ndërtu mesxhide në zonat ku ishin të përkatësisë fetare islame, edhe kur i pyeta qysh e motin kohën, qysh orientohen gjatë ditës, tha vetëm përmes ezanit, tash viteve të fundit. E ata të ezanit, a ata kur e thirrin ezanin, Do me thonë se komunikimin e kanë pas edhe lëvizjen, kesh ato punëtor staf, do me thonë prej qendrës qyteteve, që janë orientu, do me thonë ka qytete që kryjnë projekte të ndryshme, mirë po kryesisht me orientim me diell, me kusit në të kalumën që shka qenë. Okej. A njëf për shembull ju telefona nuk kanë? Jo, në disa zona të varfra që kanë avancu ose ka investu shteti që ka mri me dërgu qoftë përmes paneleve solare ose në rrjet elektrik të dobët, shihej që kanë fillu mas ne mu pajisje edhe me sene të teknologjisë, si me thonë edhe me telefona në disa raste, por në shumicën e zonave domethënë nuk kishin asgjë përveç aty në seneve që ajo ka ofruar rrethi natyra. Do me thonë atje një fëmijë lind edhe rritet çashtu natyrë, pa u shkollu, pa u... Ekstremi i asaj na ka që po, do me thonë lind rritet që aty, pa në angazhim tjetër. Në disa zona kishin fillu viteve të fundit me investime në aspektin e shkollimit, mirë po kish zona që fare nuk kishte kur çfarë investime dhe që jetonin vetëm sa për mbijetesë. Kontakti ju i parë me ta po më intereson, qysh a kanë ditë me ju mirë prit ose me kuptu që po shkon dikush i huj ose qysh kanë funksionu ose qysh kanë reagu kur ju kanë pa juve? Tash të zyra jonë që është implementuese në Kenya, në zonat qëto zonat e fella ku ka realizu projekte, përmes njerëzve që i ka angazhu atje me qenë përgjegjës për projektin, e ka organizu, do me thonë edhe komunitetin që më na prit. Normalisht nuk ka projekte të realizuara në mes të popullit, në mes të banorëve, do me thonë, si me thonë janë fshatra të shkepta, e në mesin e tyre, si me thonë është bo një pump e ujit, që ata secili fshat 2 deri në 3 kilometra, udhtoj me marr ujin projektin për të cilin ishin shumë falënderues, sepse në kalumin nuk e kanë pas as çat mundësi. Domethënë edhe pse prap shkon të 2-3 kilometra në një rrugë, 5 deri në 6 kilometra në njërin prej fshatrave i bënin rrugë për me siguru ujin, prap e konsideronin edhe ishin falënderues. Për këtë arsye, domethënë përgjegjësit e projekteve në ato zona i kanë ftuar një pjesë të banorëve, kanë ardhur tani te projekti ku na e kemi implementu si organizatë Islamic Relief Kenya, edhe aty na kanë mirë prit. Në disa raste në zona ku kanë qenë jo të përkatësisë fetare islame, ka qenë pritje me traditat të tyre që i kishin do kërcime jo të zakonshme për neve, mi prit njerëz të ashtu. Aha, okej. Si mikpritje një farë forme. Po, tamam shaj mikpritjes, mirë po në zonat që ishin të përkatësisë fetare, pavarësisht varfërisë edhe mungesës së edukimit, do më vrejhej që me thonë ajo edukata fetare islame, do me thonë edhe pritja dhe gjithë shka. Aha, do me thonë këtë pjesë e kanë ditë, ku janë informua ata për fenë, në qëto me zgjitet që i kanë pas, apo? E kanë, do me thonë, është kultivu besimi mrena komunitetet të tyre, kish njerëz të vjetër, kish, do me thonë, edhe që kanë përcjell. Po, se kish raste për shembull që i dërgojnë fëmijët në qendër të Kenjas për shkollim, në disa raste të rrolla, po hasëm një rast që i kishte dërguar fëmijët edhe në Turqi, do për hevz. Në aspektin e besimit, do është niveli i lartë, njërin prej fotove që e kom postu në rrjetet e mia sociale, gjatë lëvizjeve rreth projektit të cilin e kishim implementu, e pashë një i moshum, veç në qatë temperaturë, e falte namazin e drekës. Ka i veçantë, mrena shkretinës, e përcjell ke kohën, namazet, paka shumë është e vështirë edhe me spjegu realitetin e tyre. Po për ju, për ty personalisht, qysh u konë që kjo eksperiencë? Unë mendoj që... Qysh e ke ndjetë ti një farë forme? Që më prej planeve të mia, për të ardhmen mendoj që nevoja ose mundësia për me shfrytzu me bo punë të mira, ose me shfrytzu aftësitë dhe eksperiencët që e kemi, ka me qenë për mu personalisht, pjesa e varfër e shteteve të Afrikës, edhe gjatë takimeve që i kom pas me zyrën qendrore, gjithmonë kom insistu që me shiku mundësitë cilat na bashkarisht mujna me zgjeru si projekte atje, veçanërisht projektet e ujit, që edhe njerëzit edhe në Kosovë janë shumë të interesuar me kontribu, edhe më kanë shumë interesuar me po prej ofër, cilat janë projektet më të mira për komunitetin, edhe çka ne mundimi me realizu.
Këtë farë idenë e projektin personal që ja kom pas, e kom shty përpara dhe është diskutu mrena që në zyreve që i përmenda, edhe jemi dakordu që në të ardhmen me realizu bashkarisht një projekt që ka të bëj me sigurimin e ujit për 4 fshatra që i përfshike dikon mbi 2000 familje. Mirë po dallim prej herave të kalume ku projekti është realizu larg komunitetit, insistimi jam edhe i mahershëm ka qenë që me realizu ofër komunitetit. Do me thonë prej momentit ku realizohet bëhet hapja e pompës së ujit. Do me thonë mos me qenë 2 kilometra distanca, po me u bort uje deri ofër fshatrave. Ideja jam prej këtë ka qenë që kur shkojmë atje me ju kërku, sikur në Kosovë ne kur e hapëm një bunar, një post ujit, e investojnë edhe instalimin e ujit mrena shtëpisë. Po. Ama kur shkova atje poshtë s'ka realitet, realiteti është tjetër, s'mundesh me instalu ujë me një shtëpi të marrume prej drënjeve. Po mjafton prej drënjeve. Po, mjafton me ja ofru, që mos me bo qatë rrugën prej 2-3 kilometrave që e bënin ato shumica e gra që ishin. A gra do me thonë e bëjshin që të aktivitet, po, që të aktivitet, që të punë. Që të punë, po. Për shkak që burrat shpesh tregonin që dalin, që me thonë shkretin, me dal me shiku mundësin me siguru një ushqim ose me qyshe sigurojshin ushqimin, do me thonë të punu atë qa? Dikon të punu, dikon, si me thonë, ndoshta prej asojna që ka vetë natyra ka kriju. Okej, me mbledh diçka. Po. Edhe ideja është që tash të projekti ujit me u realizu, me u dërgu uji, me u bort deri te ofër këtyne 4 fshatrave, e njëkohësisht, përveç sigurimit të ujit, me qenë bazë një projekti dytë në kodër të projektit të ujit, edhe mbjellja, tash prej këto kom shku me idenë me bo sikur të greenhouse që janë, do më thonë, për mbjelljen e pemëve, perimeve, mirë po që s'kish nevojë se për shkak të dielli i lartë, mirë po ideja është që ata me mbjell, na me investu diçka që ata mundën me punu, edhe njëkohësisht me ushqy prej tyne. Që përputhet me natyrën ose atë. Po, edhe me realitetin e tyne. Do më bo 2 projekte njëkohësisht, edhe sigurimi i ujit, edhe ata me nis me kultivu diçka që arrin me siguru më lehtë ushqimin. Ata do më thonë nuk punojshin tokën a diçka, me mjell diçka, me bo. Vetë, në që ato kushta, apo është e pa mundur atje? Në disa raste, po, bënim përpjekje, veçanërisht zonat ku na i kena vizitu, sepse ka pas edhe projekte në bujqësi që i ka investu Islamic Relief, kena shku me po impaktin, do me thonë, e kemi po, që punënin, atje funksionojnë, si me thonë, me një projekt saktum janë bashku disa familje, edhe janë kriju si një ndërmarrje, është saktu një lider i atyne familjeve, është trajnu, edhe bashkarisht i kanë kultivu që ato që ata e kanë po të arsyshme do me përfitu si projekt ose me morë si investim prej organizatës tonë, që ka qenë prej domatëve e gjanat të tjera, patë dhe një zonë që e kultivonin edhe bananën që ka interesant, për projekti që i ka investu Islamic Relief, mirë po lypët shumë angazhem edhe për kushtem për me mërri, me jep impact të mirë. I përmende mbjelljet për shembull të patateve. E çysh i përgatitëshin ata, do të thonë çfarë kushte e kanë çto zona të thella që po i përmend. Në çfarë kushte do të thonë i kanë përgatitur ato patate, me çka, çysh? Kur bisedonim rreth impaktit të projekteve tona, mas thjeshti që e gjenin me tregu atë ndryshimin, të regonin që prej planit ose praktikës që e kanë pas me ushqy një herë në det. Një herë në ditë në ushqy? Jenë të shku drejt mundësis me ushqy 2 herë në dite. Do më thonë që shtu e spjegonin atë efektin e projekteve që na i kemi implementu atje. Kushtet tjerë, një aspekt kështu, po aspektin tjetër ka posë rast, njënin për projekteve ka qenë me pula, do me thonë që i ka investu Islamic Relief atje, të regën të aje përgjithësia e projektit, tha kemi mujtë mi fërgusi me thonë këtë, para jush mi po vizë, po nuk na dosht me ndiku negativisht në natyrë, me ndez jemin të. Do më thonë, do këta një vedije e lartë, do më në qatë rrëthona. E rrujshin prapë se prapë. Ke kështu befasu se ajo që ka dëgjum prej sajna, do më në është dhe me fotografi mujna me po në tarman. Nuk janë kështu largë prej botës, pavarësisht që jetojnë që ato kushtet vështira. Do më edhe në aspektin e pastërtisë, që për shembull të na është mangësi e madhe në zakonisht në familjet e varfra, e shes që edhe në niveli që i pastërtisë, edukatës është i oltë, do më thonë atje nuk dukej që ajo vedije e oltë. Më përgjithësi,
do me thonë kërkesat e tyre janë bazike, do me thonë ushqimi, uji, do me strehimi nuk e bojnë derë të tyne, edhe pse për mua ishte problem mungesa e strehimi, do me thonë që insistojsha që për neve si organizat duhet me qenë prioritet në të ardhmen që me posë fushata, me fillu sa do pak, sepse ndikohet prej organizatës në një organizat, kur e përmirëson gjendjen e një familje që ka jetuar me një shtëpi kështu me thu pra mi thonë, edhe e bën të një shtëpi pak më të mirë, atëherë fillon bëhet pak më e shpesh si projekt që investojnë edhe tjera të organizata. Mirë, po nuk e kishin si kërkesë fare. E ato shtëpiat, domethënë, çashtu ishin si me druj? Druj të hollë të thurura, edhe mrena edhe një shtrat i rregulluar me ato edhe kur gjë diçka tjetër. Aha, okej. Çaty, domethënë nuk bojnë kështu ndarje. Ato ishin kasolla të vogla që hishin familjet, burri, gruaja, fëmija. Domethënë u dokshin që kanë marru disa për shembull mrena një hapësire të ngushtë, jenë bot disa të njëjta. Që ma jep ke idenë me kuptu që janë të ndonë brenda familjes, familjet të vogla. Po. Tash nashtar, regjia munden me i përgatit fotot, ndërkohë na i shikojmë. Prej insistime ose prej realitetit që kom shku me idenë që gjithmonë do të më mundu m'ja ofru ujin ofër, stafi vendor na kundërargumentoj ke shpesh në kërkesat tona që ato ish problem edhe mi siguru ujë të tepërt për shkak se viruset që janë prezente lehtësisht bortën edhe kur uji akumulohet edhe rrin me një vend, edhe masnej ajo mundet me përhop tek njerëz të pej ujit prej mushkonjave që bortën viruset tek njerëz tjerë edhe rrit rrezikun për jetën e tyre. Domethënë aty edhe me dashni implementu. Po, duhet me shumë kujdes. Po. Vazhdojmë lavdim për pak. Vazhdojmë një blok marketingu. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB, vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtohen në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Qysh ka qenë, po më intereson ky mentaliteti i lindjeve. Domethënë, para se me dal, kisha dash me ditë edhe qysh e bojnë dallimin djalë vajza, ka dallim, domethënë qysh e shohin lindjen e një djali dhe një vajze, edhe qysh një gru lind. Në çfarë kushte? A lindin çaty ku jetojnë? Prej asajna, domethënë çka kom po për këto ditë, në shumë zona i bën që gjithçka zhvillojnë mrena
çati komunitetit, nuk lëvizin shpesh, sepse ne kemi qenë organizat me një organizim shumë të mirë, edhe ka qenë shumë e vështirë prej qytetit me arrit deri te ata, me makina të mira. Ndërsa ata pa kur çfarë mjeti, pa dyshim që t'jep me kuptu që gjithçka e zhvillojnë brenda rrethit të vet si komunitet. Në aspektin gjinor nuk është që më karok me tregu drejt me ulëmtu, mirë po dukej që domethënë kështu të fëmijët ishin të dashtën. Çka u vrejt të fëmijët për shembull nëse tenton me ja përgdhel kokën a diçka, nëse nuk të sheh paraprakisht, do ne kishin një farë treme, kështu vetvetiu që ke pak shqetësuese, kur si më thon pak me prek u largoj kjo drejt derisa të shikoj ke krijoj që ti kontaktin me sy fillimisht, më ia ofrua të farmicinë, mas nej me i fol. Prej vështirësive që ata i tregojnë është që për shkak që detyrohen me ecë me kilometra me siguru ujin dhe ushqimin, është edhe prej shtazëve të ndryshme që i ka domthonë ambienti rreth i tyre. Donë që e konsiderojnë gjithmonë rrezik për jetën e familjarëve të tyre. Çato kafsht i shohin si rrezik. Po, për shembull prej elefantëve ose luanëve që eventualisht mujnë me u shfaq gjatë rrugës. Keni pas rast me dëgju ndaj historia të sa keni qenë që kanë treguar ndonjë sulmit çtën e kafshëve? Jo diçka konkrete për shkak që edhe kemi qenë numër pak i madh si staf, po edhe jemi mundu shumë mos me jau kërku me i shfaq ato ndjenjat e vështirësive në gjanat e tjera, ata fokusin e kishin veç te gjanat elementare të jetës, nuk kishin kështu ndaj shqetësim që me thonë se janë çmallon edhe njeriu është i ambientuar, adaptohet në çdo rrethon që jeton, se për shembull kur e mendojsha prej Kosovës me po dikon me Shretinës pa shtëpi pa kurrë të jetu, e përjeton më vështirë, po kur shkojsh aty, masnej edhe i sheh që nuk e ka ndaj farë mërzie, kështu e ka një farë niveli të ngutërisë bile. Ato nashta edhe për çështje të sigurisë, ato farkasollat prej thuprave të marrume edhe kogja dyrte ngushta. Edhe ne tentuam me hi një herë te njëna që e pak vështirë me u kyç tash ata qeshin. Tash domthon a shiko situata që këta që ishin me neve. Se ata më vital kështu në aspektin shëndetësor. Po shkoj me i pa fotot që na ke dërguar dhe i diskutojmë. Në rregull. Kjo është një shtëpi e zakonshme e një familje në Afrikë. Shtëpi? Po, në çdo kushte jetojnë, në çdo kushte lindin, rriten dhe përfundojnë jeta për shumicën prej tyre. Çaty në pjesëve që na i kemi vizitu, çato fshatrat e thella ku jeton populli i varfër afrikan. Ç'kjo është une kur ti tha shtëpi me shkopin me shtaga, me thonë të drejten, une imaginova një formë, po jo bashkë shto. Edhe mendova paktën më të strukturune. E mendova që ashtu nuk e di pse. Aty dalloheshin, domethënë të tilla, disa pak më të avancume që kanë qenë kështu me bolt, me lloç të marrume. Po. Që janë pak më mirë që pak më mirë, me thonë. Për ndryshe që kjo është realiteti i tyne. Kur e përmende lindin që aty dhe përfundojnë jetën, tash po më intereson, a kishin pjesë të varrezave apo qysh? Nëse keni pas rast me... I kemi pyet, sidomos në një rast që e fshati ish i përzim të besimit fetar musliman dhe katolik, ta po i kemi ofër me një vend që i kemi të ndome. Aha, okej. Nuk na ka rro kështu shumë e shku aty me prej afër me. Nuk e keni pa? Po. Ama varreza të zakonshme, të thjeshta, domethënë. Mirë po i kanë të ndome dhe të përcaktuar si zona, si domethënë fshatrat që i kanë të përbashkëta varrezat. Po. Vazhdoj me foton tjetër. Këtu? Gjatë lëvizjeve domethënë prej shtëpisë në shtëpi, domethënë pak a shumë ke shihet pak prej distancës. Se si duket një shtëpi e tyre. Që me thonë me mendu me ja lecu, thot njëri që është koha e mirë dhe nuk bjen shi, mirë po mrena ditës na ka ndodhur që me po temperatura ka qenë dikon 36-37 gradë, edhe në përfundim të vizitës ka fillu reshje të mëdha të shiut që u duk që e ka marrë komplet atë zonë. E këto shtëpia ta ndodh ke mu dëmtu? Që i bjen që ka depërtu shiu mrenda këtyre shtëpive. Ato do me thonë edhe duke i dili që depërton edhe brenda tyne, do me thonë nuk kanë kur çfarë izolimi përveç se do me thonë sa me qujt shtëpi.
ose kasull. Po dhe veç më duk. Se Faktikisht realisht veç me u mos si një lloj perde ma shumë ju ka shërby prej familjes për familjes se sa që kanë e që kjo fotoja qëtu, do me thonë është si qëtu jenë disa shtëpia të disa familjeve. Po, do me thonë duke natyren që janë mrena si Edhe këta si që ashtu lodhe. funksionojnë me siguri jashtë gjatë ditës, non stop. Po bashkarisht shumica do një pajshin lëvizje që dalin rrinë para këtyne kasollave, si komunitet, si mahall, si lagje. Po mund si nashta është një familje krejt, sepse secili prej tyre në disa raste që i kum pyet, do pajshin moshë të re edhe i kishin, së më thonë, 5, 6, 7 fëmijë, do në pak raste që kum pyet, po numrin e fëmijëve të kanë rritën. t'lartë. Po të lartë, që kjo është në dukuri në krejt vendet e varfra. Po. Fotoja tjetër, këtu? Prej vizitave të fundit që e kemi bo, ka qenë e kemi vizitu një rast që është familje që mbështetet për organizatës, një non me 3 jetima, kjo ka qenë rruga, edhe kjo llogaritet zona qendër, tash nuk jena në Shkretin, po, kjo llogaritet zona qendër, kjo është rruga e lagjës, do më thonë në drejtim të shtëpisë të kësaj familje. Edhe ata 2 fëmijët aty, shporrin, do më Po, thonë. këta kanë qenë kështu të fëmijë të rastit të lagjës, do më Po thonë. di. A mundesh edhe një herë Raimond me qitë qatë foto? Do më thonë që kjo është, qëtu jenë shtëpia? Po janë shtëpia do në të zonës qendër që janë të ndërtuar ose të rregulluar vetëm me çdo mjete që është po shihen, do në gjona kështu minimale. Shumë e dhimbshme, dyqysh, E aty ne dhimbshme, shumë e vështirë, egzagjerune. Po. Diçka shumë e egzagjerune, e madhe. Për te jasojna se na, domethënë kena ndëgjuar që Afrika gjithmonë ka pas vështirësi, po u kriju një farë bindje prapë që jo dhe Afrika, po ashtu ka pasuri edhe është prej kontinenteve të pasura. Mirë po sot shohim, domethënë lehtësisht atje i gjejmë familje që jetojnë veç për mbjetesë. Domethënë nuk e din për shembull për ditën e nesërme, a kanë me pas buk për fëmijët e tyre ajo. Dallimi që na pavarësisht situatës vështirë që nuk e kemi më atë realitet fol Zotit. Jo, nuk e kemi, jemi shëshur Zotit shumë Shumë larg mirë, kësaj, po veç ideja që ata peshojnë avancim nëse arrin me siguru 2 racione ushqim gjatë ditës. Po që kjo ka qenë Edhe që kjo po treguesi tregon- motësi i realitetit të tyne. Po, çati realitetit Po. Jo me thonë që e kena rrit, që me thonë me projektet e juja ose ndimin e dikojna sasinë, si me thonë cilësinë mrena ditës, po vetëm sasia është rrit që prej një herë me ushqy 2 herë mrena ditës. Vazhdoj me foton tjetër. Ky ka qenë një projekt që Islamic Relief e ka realizu atje. I ka investu në anije, dikon 10 anije të tilla. Mas ne jenë bo ka dikon 20 familje për anije, për një ciborke. Edhe kanë shfrytëzojnë faktikisht për peshkem. Okej, që mu furnizu me ushqim, me pesh. Peshkojshin mjaftueshëm edhe me shit, që për ta ishtë një impakt shumë i madh, po edhe nëse heq, që nuk vjen shprehje me siguru mjaftueshëm për me shit, të paktën thaj kemi siguru për dikon që aty beket 200 familje që kena për veti me ushqy, do në kanë mundësi lehtësisht përmes varkave me peshku që me pas ushqim të sigurum për vete. Shkretin jenë trajnu me peshku edhe ishin shumë të lumtur. A Islamiki edhe i ka trajnu? Po, do në projekti është i financuar prej Islamic Reliefit, këto anijet, mas nej, do më pat edhe një frego edhe një depo, projekti ka gjomiri i investum, edhe i ka aftësu, i ka trajnu njerës, lider të secilit grup, edhe kanë shumë të lumtur edhe në aro me shiju ato përgatitit e peshkët për anës tyne që kanë shumë të shishme. Po, kjo mbështetje, do më thonë shumë konkrete për ta. Po, edhe e qëllume, sepse kanë njerë mund shme ndihmu njerë, aty nuk ishtë ndim që si ju krymë punë, po diçka e tilë që është afat gjate, është... Dhe ne ndëgjona shumë shpesh të thonë njerës që është një këshill nuk vetë jashtë për aspektit tonë fetar, që njeri jonë me mësu që shme nëzon peshkun, jo mja adhuru peshkun. Edhe kjo faktikisht, praktikisht është aplikume në këtë rast, më thonë,
ja u kemi siguru barkën, mjetët, edhe i kemi mësu qysh me peshku dhe qysh me përdor qatë mirë që e sigurojnë për ushqim edhe për shitje. Po normal, se ju hynë punë këtë në komplet, po edhe për fëmijët, për gjeneratën që vjen Po të shumë është ngritjeve dijes. Ngritjeve dijes. Edhe kur i sheh që po kanë sukses në çdo faza, pastaj njëri lehtësisht investon në projekte edhe më të mëdha, ama nëse sa rrin në projekte më të vogla me tregu që ja ka vlerë, që ka pas impakt, domethënë është e vështirë edhe me implementu diçka të tillë. Vazhdoj me foton tjetër. Do në tash pak të sekuenca prej vizitës. Jo, ekipi ju i që keni ekipa, po që kemi qenë vizit, njëri prej aty në përfituesve të projektit, edhe na shëtiti me këtë barkën në për këtë lëmë. Dyqysh po duket shumë pastërti. Po, do të thonë nuk. Na shta që s'kanë mërri me depërtu gjonat të tregut edhe për arsye, mirë po gjelbrem i pastërt kështu. Foto tjetër a kemi? Gjatë rrugës, të po nësh me vazhdu me stafin e organizatës. Kjo është, do më thonë, një qeshme, zakonshme, që na zakonisht i shohëm Kosovë, që po aplikohen, kështë, do më thonë, po investohen në zonat Afrikës, mirë po janë jo funksionale. Që kjo është jo funksionale? Që kjo është jo funksionale. Pse? Për shkak se mekanizmi është i dobët, edhe thellësia për një qeshme të tillë është e ulët, që nuk siguron ujë në afat gjatë. Mundet me konë, se për një periudhë, nashta për gjys viti, për një vetë, po jo në afat gjatë. Sepse unë kom insistu shumë të stafi lokal atje, na dhon mundësinë zyreve të pasura që janë, na dhon mundësinë me investu qeshme të tilla, sepse është praktik që e shohim na, edhe njerëzit i kërkojnë. Mirë po ata kurse se nuk pranonin me hy në projekte të tilla të vogla, sepse nuk kanë një gjatësi, mirë po e preferojnë një ndërtim të një projekti të ujit që është për një komunitet, me thonë për një fshat ose disa fshatra, edhe që është investim afat gjatë. Do me thonë, investon një herë, po e ki përherësisht si projekt. Sikur fabrikat e ujit që janë për neve këto, edhe atje normalisht e nivelit më të vogël si projekt, mirë po e shohim tash në njërin prej fotove të tjera, se çfarë lloj projekte të ujit realizojmë ne atje. Këtu jemi pjesë e një projekti që Islamic Relief e ka realizuar të një pompe të ujit, përveç që tash i shohim në foto të tjera ato qeshmet edhe prej kujt furnizohen njerëz, që kjo ka qenë një vend ku është bo për kafshët e fshatit, do më në ka të levizin me pas ujë të pishëm. Më furnizu me ujë, okej, vazhdojmë. Këtu qenë ka taman... Kjo njëna prej qeshmeve që është prej pompës, do më prej fabrikës të ujit që është realizu prej Islamic Reliefit. Okej. Prej qëtëne, do më thonë furnizohen sa regione ose sa pjesë? Dikon në njënën prej projekteve kanë dikon të 2000 familje, do më thonë, po, që vinë se cila familje, i bën 2-3 kilometra një drejtim me orë deri te këto qeshmet. Shumë me zërshme, okej. Vazhdoj me një foto tjetër nëse ka? Që kjo është një pjesë e projektit të Islamic Relief, do më thonë kur bohon këto pompat e ujit, pjesë e projektit është edhe instalimi i paneleve solare, për shkak se ka nevojë për energji elektrike me funksionalizu motorin e cili tërheq ujin edhe e mbush një rezervuar të ujit. Edhe që kja jep një farë niveli tjetër projektit të ujit, edhe siguron funksionalizim për disa, do me thonë, afat gjatë, jo afat shkurt. Vazhdoj me foton e radhës. Këtu ka qenë njëna prej vizitave të fundit që e kemi bo, ka qenë një spital i pediatrisë për fëmijët, do në spital vetëm për fëmijë, kushtet në të cilat trajtoheshin këta fëmijë, kanë qenë njerëz zakonisht shumë të vështira, ka qenë vetëm kjo hapësirë e brendshme, pa ndarje ku dëgjoheshin të çojturat e fëmijëve, dhe s'ka pas klimatizim. Shumica e fëmijëve ishin të shtrirë rezultati ushqimit të keq edhe mungesës së ushqimit. Që ka qenë ndër arsyet? Që është hapësira mrena? Hapësirë, do me thonë veç me këto perde të ndome, për ndryshe shumë fëmijë, probleme të ndryshme shëndetësore,
kushte elementare, dhe me thonë, as ka pos ajrosje, edhe njëne për rasteve më të vështira ke një fëmijë shumë i vogël që ishte për disa javë i shtrirë aty, prej mungesës së ushqimit, me një farë metode shumë mekanike i jepnin oksigjen, nga se nuk kishin aparatë oksigjenit që i kemi në vendin tonë, edhe këtu ka qenë, do me thonë, këtu ka qenë veni që përmena më herët që emocionalisht s'ko mujt me përballu personalisht, dhe s'ko mujt me qëndru brenda, sepse ka qenë gjendje tepër e vështirë, fëmijë shumë të dopt në aspektin shëndetësor. Kur ata janë prej mungesës ushqimit aty, a kanë pas infuziona diçka që i kanë? Për çata minuta sa kemi qëndru, do me thonë nuk dukej që kanë mjetët mjaftueshme ose medikamente me i trajtu përveç gjonave elementare, prej asojna që e pom na. Ndoshta kanë injeksione, diçka tjetër, ndërkohë për ndryshe vetëm njënin prej fëmijëve për afër që e posh që tregun që është me javë aty prej mungesës së ushqimit, edhe që s'ka pos kushfar përmirësimi të gjendjes, edhe oksigjeni që ja ofronin, do me thonë me një farë balone shumë mekanike, kështu që u mundojshin me ndihmu, mirë po gjithçka mungonte, edhe ka qenë shumë e vështirë me i po, për shkak se na tash te kemi një moshë që kemi edhe vetë fëmijë, na ka rome u sprovu, ndoshta në spitale, po prap ka pos kushte shumë të mira, edhe gjithçka lidh njëri me veten për me dosh me vlerësu realitetin e tyne. Prap, që me thonë, në situatë edhe me falemnderu Zotin për kushtet që i kena, njëkohësisht edhe me lut Zotin që më ju ndihmu atyre dhe neve me na bë sebeb, inshallah që sadopak me kontribu në lehtësimin e jetës së tyre. Okej, ti vetë e ke përjetu qatë realitet e ke po realisht edhe për ne, me i po, qëto, edhe përmënoj është në raport me jetën tonë, faleminderit Zotit, ka shumë dallim, ka shumë diferencë, realisht edhe na as para luftës as, më thonë, po që realitet se mojna me kurra, dhe më thonë nuk e di që realitet shumë i dhimbshëm, shumë larg jetës që bëhet sot, po më intereson me ditë ju si staf, kur jeni taku, a ka pas ndjeshmëri, emocione mrena jush, se për një mamë shku për një vendi, do më thonë që ti funksionon shumë normal, me një shtëpi normale, e ki një frigorifer, e ki një shpora trymes, do më thonë, ushqehesh kur ki nevoj. Ne si staf, faktikisht, unë insistoj me qenë, mendoj që duhet me qëndru gjithmonë gjakftot, edhe si profesionist në vizita, qoftë këto, po edhe jashtë vendit në rastet të tilla, për ndryshe nëse kishe dosht me hop derën e emocioneve, do më thonë ka pos gjendje situatë vështirë që me qëndru që ato gjithë ditën tu qojtë. A ju ka ndodhur me kujt? Kundërshtem prej aty në thirrjeve tua që me hop derën emocioneve, unë mendoj që në raste saktume do të më kontrollu ndjenjat edhe mos me qitë ata në pozitë keqe, për ndryshe gjendja shumë e vështirë. Personalisht në një rast jam taku me disa fëmijë, edhe kom po që kam pas në dorë diçka kur e shikoj, një top të futbollit të marru me rroba edhe me një kanop të lidhën. Njëkohësisht e kisha mendjen të djalë jem që kishe shku një turne të futbollit në Shqipëri. Do me thonë, one fëmijët e mja këtu më siguru rrugën, ushqimin, me shku me marrë pjesë në një garë ndërkombëtare, një turne ndërkombëtar, ndërsa një fëmijë tjetër që të drejtat e barabarta në botë i ka njëjtë si fëmiu im, nuk e din as çu duket topi, po e ka marru në rrethona të veta. Edhe ka shumë e dhëmshme, njëkohësisht edhe me ndje përgjegjësi, domethënë që kena si njerëz për ata që kanë nevojë. E raste të tilla ose ka pas rast që ku më pyet për shembull ç'a mendon më u bë kur të rritesh. Ka thonë, si më thon, kom qef me lujt, me bo futbollist, ama s'ka mundësi, nuk kemi as top, as nuk kemi kushte më zhvillu. Do më dishin me i shprej, si me thonë, dëshirat e tyna, mirë po dukeshin të më thonë pa shpresë që mujnë me realizu ondrat e tyne. Këto të leta për mos me hin ato që çka kemi po në aspektin shëndetësor, me probleme shëndetësore që s'kan mundësi ku çfarë mjetimi, me bo qashtu qysh sot më rrinë me mbjetu. Që kanë qenë shumë të apo jetojshin gjatë, nëse keni pas rast, do më thonë me dëgju informacion, do më thonë këso është
për afërsisht që jetojnë, se në çdo kushte. Njëherë ke shqetësuese si gjendje, do të thonë se nuk i pajshëm të moshës tonë gjinisë mashkullore. Do të thonë ose pleq gra edhe fëmijë, po për gjininë mashkullore tregonin që kanë dalë në shkretin me siguru ushqime. Përndryshe numri i pleqve dukej afërsisht si pleq tonë, do të thonë nuk është vdesin herët. Duke që kishte njerëz edhe në mosha më të shtyme. Po. Edhe pse për një rast e pyeta për shkak që ai dukej plak, mirë po kur e pyeta për mosha ishte, si më thon 8-5-10-at. Ndërsa për shtypjen ta jepke që është shumë i moshuar. Po normalisht rrethonat vështirësitë e bojnë mudok shumë ai moshuar. Po tha me qëndru gjak ftohtë. A është e vështirë, a ka qenë e vështirë për ty personalisht në krejt këtë rrugtim, në këtë organizat, do më thonë që ka kryesisht qëtë lloj të punës, me qëndru, a është desht kohë me instalu të vetja që gjak ftohtësi? Po personalisht ju mundu, do me thonë, edhe me rujt edhe familjet njerë si i shohëm, mos me emocionu para tyne, sepse nështë a i bën mundje keq. Personalisht kom qëndru, deri në një moment, në një vizitë të fundit që e kemi pas në një spital pediatrik në njërin prej qyteteve aty. Ndërsa pjesa tjetër e stafit, sidomos gjenia femërore, kanë qenë, domethënë kështu emocionalisht të paqëndrueshme, edhe s'kan mujt me përballu lehtësisht vizitën e gjendjen e çatyne njerëzve. Mendoj që është, po mendoj punë bajagi me jo përgjegjësi, po sa ajo dihet, po që të ngarkon edhe ta jep një farë energjie që ti e kit nevojshme vazhdimisht me përpunu me veten, se realisht është shumë, nuk është shumë e lehtë, nuk është e zakonshme. Kur ti për një çasti realiteti, qoftë edhe në Kosovë, se tash këto rastet, këtu edhe te na kemi rastet rrona, pavarësisht që nuk janë si atje, si në Afrikë në këtë rast, po prapë janë raste që të prekin. Dhe tash për aty në realiteteve, mu kthy me një realitet tonin familjar, ti gëzohesh, e falenderon Zotin me siguri, po prapë është një që më thonë për mu ma ka ndru perceptimin, që më thonë edhe për veten teme, edhe për të ardhmen teme, edhe për realitetin, ose dëshiren me po shumë mirë familjen, do më thonë një farë e kom po që kena përtej nashta nevoje se jena një gjendje shumë atë mirë, se so që e vlerësojmë veten tonë. Është edhe më shme me post një punë që ti sheh për ditë njerëz, do më thonë që ka nevojë në vështirësi. Po sistemi në Kosovë që funksionojnë, fatmirësisht jena të organizuar në departamente, me familjet nevojë, me nanat që rrisin fëmijët tim, takohet një departament i veçantë që është i përbërë vetëm prej grave, edhe neve s'na bjen direkt shpesh me pos kontakte me familjet, për ndryshe, se cilën familje një nanë me jetima që takon, nëse 10 minuta jep hapësirë me bisedu me to, të bën që nashta ti me ditët tona mos e mujt me marr veten prej gjendjes së vështirë, prej sfidave të ndryshme që përballën me jetën. A të ka ndodhur ndonjëherë lavdim në një rast për shembull kur e dëgjoni si historie, qoftë nën me jetima, çfarë do edhe më shku në shtëpi dhe realisht mos më mujt mi vazhdu çat ditë për shkak çasoj? Ka raste shpesh, domethënë që mrena projekteve tona kur realizojnë faza që edhe takojmë familje, me ndëgju rrëfimet e tyne, që jenë të ndjeshme. Njënën që e moj men prej herët, që se harroj kur, më tregon të një shok për fëmit e djallit Axhës vetë që ishin jetim, tha, kur po vjen Axha tash që ka me gjallë, e ka punu bashkë me babën e jetima, tha fëmit po shkojnë pi ofrohen ofër, sepse kam punu njëjtë, kam punu ndërtimtari, tha dhe pja ndjejnë aromën Axhës, sikur me ndje aromën e babës tyne. Ka qenë shumë emocionale, më pa dhënë emocion shumë të madhe farë rrëfimi i shokut, edhe një farë mënyrë më duket që prej asajna më pa dhënë mundësia me punu me Islamic Reliefin, edhe e kom vazhdu si punë kështu në fushën humanitare. Edhe ka, sidomos gjyshet e fëmijëve jetim, dinë me rrëfy, shpën thonë ato ndjenjat, zakonisht fëmijëve po dhe të vetat, për mungesën e babës edhe djalit në këtë rast, që janë shumë të dhëmshme me i dëgju. Lavdim, unë e di që kemi edhe shumë çka me fol, po më ka njoftu që koha veç ka përfundu, unë të falenderoj shumë për prezencën, për kontributin që e dha në këtë epizod, po njëkohësisht edhe për kontributin që ti e jep vazhdimisht, domethënë në kuadër të Islamic Reliefit, në kudo.
Shumë faleminderit për mundësinë me shfaq ato çka kemi përjetuar atje, por edhe me shfaq planin që prej vizitës personalisht ja kumbo vetit si kusht që me mri me qenë pjesë e një projektit në Afrikë, ku 4 fshatra dikon mbi 2000 familje pritet me u hap një post një punor, një projekt i ujit i madh, prej të cilave kanë më furnizu këto 4 fshatra. Kam qenë pjesë e projektit edhe besoj dhe shpresoj që njerëzit mi kanë mbështet projektet në Kosovë, kanë me qenë pjesë e këtij projekti që me u bë sebeb një siguru ujin një familje të varfër në Afrikë. Inshallah. Për ndryshe, po konsideroj dhe po besoj që ky epizod ka me na shërby secilit prej nesh që mi pa gjanat shumë ndryshe. Më thonë mos me pas pak kënaqësi të kota, realisht. Po, në realitetin që na jetojmë shumica absolute njerëzve, duhet me konë shumë të lumtur dhe të kënaqur me ato që kemi në rrethonat tona në vendin tonë, sepse vështirësitë e vërteta dhe varfëria e vërtet unë e kom po vetëm në Afrikë. Shumë faleminderit. Faleminderit prej teje. Mirupafshim në episodin e radhës.